Në kuadër të manifestimit kulturor letrar Pena ime e në organizim të klubit të shkrimtarëve Jehona e Karadakut nga Kumanova, në ambientet e Fakultetit Administratës dhe Biznesit në Kumanov, u promovua veprimtaria e begatshme krijuese e gazetarit, krijuesit dhe poetit Skënder Sherifi, i cili qysh si foshnjë një vjeçare me prindërit e tij kishin migruar në Bruksel të Belgjikës. Ai gjatë veprimtarisë së tij ka realizuar mbi 700 intervista me figura eminente evropiane, si dhe ka të botuar 15 tituj. Mirë se keni ardhur në manifestimin kulturor letrar Pena ime, një aktivitet tradicional që organizohet nga klubi i shkrimtarëve Jehona e Karadakut, në shenjë respekti, mirënjohjeje dhe mikpritjeje për mërgjimtarët tanë, të cilët çdo verë kthehen në vendlindjen e tyre për të ripërtrirë lidhjen me familjen, kulturën dhe identitetin kombëtar. Ky manifestim tashmë është shndruar në një ngjarje të rëndësishme kulturore, duke bashkuar krijues, studiues, dashamirë të letërsisë dhe personalitetet të shquara të jetës kulturore shqiptare. Edhe si vjet në vazhdën e traditës këtij aktiviteti organizohet në periudhën kur mërgjimtarët tanë ndodhen jashtë, duke i dhënë kështu kësaj ngjarje një dimension edhe më të veçantë shpirtëror dhe kombëtar. Në këtë vit, aktiviteti mbahet më herët për shkak të ardhjes së mysafirit dhe shkrimtarit ton të nderuar Skënder Sherifi. Në kuadër të këtij manifestimi kemi nderin e veçantë të kemi në mesin ton një mysafir të shquar, një personalitet të letërsisë me përmasa kombëtare, shkrimtarin, poetin, eseistin dhe intelektualin e mirënjohur zotri Skënder Sherifi. Krimtaria e tij çdo ka kaluar domethënë kufite kombëtare. I nderuari mysafir jon i çmuar, shkrimtar, poet, autor i shumë librave Skënder Sherifi, i nderuari dekan Neat Ramadani, kolegu im dhe miku im i dashur, të dashur profesor, të dashur miq, dashamir familjar, poet, dashamir të fjalës së shkruar, të recituar edhe të interpretuar. Mirë se keni ardhur në këtë event, në këtë manifestim letrar poetik, me rastin e ardhjes mysafir këtu në kuadër të klubit ton të shkrimtarëve Jehona e Karadakut, dhe sigurisht në kuadër të qytetit ton Kumanovës, për ta promovuar si autor i librave, si një poet, si një publicist, gazetar i cili ka lind në Tropoj, ka jetu një cop jete në Kosovë, pastaj ka migru me familje në Belgjik, ku ka punu sigurisht e ka vepru, ka shkru, dhe pas një kohë të caktuar edhe në Paris në ato qarqet e njohura intelektuale dhe letrare. Tash sigurisht unë këtu nuk jam për të folur diçka për vjetën dhe veprimtarinë, se këtu në kuadër të klubit tonë shkrimtarëve Kumanov tashur e dini se ne majmë të dy manifestime çdo vjet. Me 11 mars e majmë takimet poetike të Karadakut, një manifestim tani më 34 vjeçar radhë që e majmë. Edhe manifestimi tjetër është ky që sot po e majmë, Pena ime, e cila gjithmonë lidhet me ardhjen e mërgjimtarëve diku ka fundi i qershor dhe fillimi i korrikut, me qëllim që me bën një lloj sensibilizimi për letërsinë, për poezinë, për identitetin, për të bukurën, për romansën, për problemet e ndryshme sociale të cilet neve na preokupojnë në përditshmëri. Po kësaj here vendosëm ne si klub në bashkëpunim me shokun tim klasës Zejnën, kur na tregoi që ka ardhur mysafir shkrimtari i mirënjohur Skënder Sherifi, u morëm vesh që këtë manifestim mos ta mbajmë ashtu siç e kemi mbajtur gjithmonë më vonë, po ta mbajmë pikërisht tani, sepse ky në atë karavanin, në atë agjendën e tij letrare poetike, sigurisht ka edhe qytete tjera, sa ka mund ta kuptoj, nesër është edhe në universitet mysafir, mandej sigurisht e ndjek agjendën e tij më tutje të promovimit të veprimtarisë së tij. Unë para se ta përmbylli këtë pjesë të fjalimit tim, do të thosha që ne kemi konceptuar këtë takim në disa pjesë. Fillimisht, sekretari jon i fakultetit i klubit, Emraj, sigurisht do të filloj ta bëj edhe
publike kështu edhe skenarin që e ka aty. Me qëras ne vendosëm të lexojmë edhe disa sekuenca, disa fragmente nga veprimtaria e bëshme me thonë e autorit. Pastaj do të lexojmë edhe ne antarët e klubit të shkrimtarëve Jona Karadakut nga 2 poezi. Më pastaj do ta lëjmë një hapësirë që autori vetë të flasë për letërsinë, për perceptimet e tij, për modernizmin, postmodernizmin, sigurisht në një formulacion brenda minutazhit, se poezia nuk është, si me thonë, nuk është ajo ndonjë ngjarje, si ndonjë koncert e cila kërkon bis, apo kur dalë ka nga mirë edhe një. Poezia i ka ato që i ka. Poezia i ka dhe publikun e selektuar sigurisht, jo gjithkush shkruan poezi, po jo dhe gjithkush kënaqet duke ndëgjuar poezi. Edhe ne do t'i lexojmë këto poezi për kënaqësinë tonë dhe tuajën, dhe më në fund do t'ja japim në emër të kryesisë së klubit të shkrimtarëve një dhuratë modeste me librat tona të autorëve kumanovar, që ta ketë autori, shkrimtari Skender si kujtim prej Kumanove, derisa ishte këtu dhe derisa ne e promovum personalitetin e tij dhe veprimtarinë e tij. Në fund dua t'ju falenderoj të gjithëve një nga një që keni gjetë kohë me artu edhe me zbukuru këtë manifestim letrar. Ju falenderoj të gjithëve. Në fakt, unë nuk isha i planifikuar në agjendë, do t'jam shumë i shkurtër për shkak edhe të minutazhit që e kërkon ky event. Për ne është një nder shumë i veçantë, kemi një person si që është profesor Skënderi në mesin tonë. Unë dua ta përshëndes me shumë pak minuta sa pata kohë të bashkëbisedoj me të, u binda për madhështinë që kishte ky njeri në fushën e letërsisë, në fushën e letrave. Natyrisht, uroj mirëseardhje dhe falenderoj edhe Jehonën e Karadakut, profesor Sunajin, që është gjithmonë bartës iniciativave letrare këtu në Kumanov dhe më gjerë, profesor të nderuar Minirin, Zenën, natyrisht si organizator, kolegët e mi, profesor Lokmanën dhe gjithë ju tjerë që jeni prezent sot në këtë event. Unë veç mund të them, nuk i takoj fushës letërsisë, ne jemi të fushës biznesit. Praktikisht, që thoshte një kolegu im, ne i mësojmë tjerë se si bëhet paraja, po vetë sakrifikohemi dhe nuk jemi aq të fuqishëm. Po dua të them se krijuesit letrar kanë një kontribut dyfisht, si që profesor Skënderi, Sunaj dhe gjithë ju që ai takoni kësaj fushë, për shkak se e para krijojnë diçka që i tejkalon brezat e tanishëm. Kur ban një libër, kur ban një krijimtari letrare, nuk është veç për tani, është për vite, decenie, shekuj që ato tjetë ajo. Andaj du të them se kontributi është për te brezave. Para punë. Dyta punë që doja ta thoja këtu është se ju jeni zëri i shumë atyre që nuk mund ndoshta të artikulohen dhe nuk mund t'i thënë çështjet cilat ju i thoni nëpërmes penës suaj. Kështu që për ne si fakultet, për shkak se ne jemi një koqir logjistik, po një koqir përmbajtësor, natyrisht janë organizatorët këtu. Për ne është gjithmonë nder i veçantë aktivitetet këtilla të mbahen në Kumanovën tonë heroike. 2 fjalë veç vetë them pa marrë kohë shumë as, për simbolik, ndoshta për zotni Skënderin, ne jemi këtu në një ish kazerm ushtarake. Në kohën e ish Jugosllavisë, ky objekt që ndodhemi ne sot, domethënë ka shërbyer për të marrë urdhra, planifikime për diskriminim, për shfarosje e politika hegemoniste ndaj një etnie, ndaj një populli të tërë. Ku ka më mirë se sot është ndërru në një objekt arsimor që ne po prodhojmë kuadro, po prodhojmë fjalën e lirë, dhe sot po dëgjohet një fjalë e lirë, poezisë, kulturës e gjëra të ngjashme. Për ne natyrisht vetëm urojmë të ketë shëndet zotni Skënderi dhe kemi sukseset kësaj natyre dhe jemi gjithmonë të hapur si fakultet, domethënë të bashkëveprojmë dhe të sjellim gjitha emrat e mëdhenj të kombit tonë këtu në
Kumanovën tonë. Faleminderit shumë. Një biografi është e përgatitur e shkurtër do thotë për veprën dhe krijimtarinë e tij artistike. Skënder Sherifi, lindi në vitit të Kosovës në vitin 1954, është poet shqiptar që jeton në Belgjik. Ai është autor i disa veprave në poezi në frëngjisht dhe shqip, të botuara në Paris, Tiranë, Prishtinë dhe Bruksel. Disa nga veprat e tij poetike janë Oksigjeni, Loje kundër lojë, Dikun dikush, Ora meteorëve e të tjera. Ai është një përkthyes, gazetar, një i pasionuar pas letërsisë, filmit, teatrit dhe pikturës, një shqiptar i vërtet frankofon, kozmopolit, një njeri i të vërtetave, i mitësive dhe edhe mshurive që shpërthejnë dhe shkumbojnë. Skënder Sherifi, shkrimtar e poet i njohur, konsiderohet si një nga përfaqësuesit më të denj të krijuesve shqiptar jashtë dheut. Në gusht të vitit 1956, kur Skënderi ishte vetëm një vjeç, familja e tij emigroi në Bruksel si refugjat politik. Në vitin 1980 u diplomua me titullin profesor i gjuhës dhe letërsisë frënge. Për një kohë të gjatë Skënderi punoi si gazetar në fushën e artit dhe kulturës në radio dhe shtypin belg, duke realizuar rreth 700 intervista me krijuesit më të famshëm bashkëkohor francez, por edhe me artist anglez, spanjoll, italian. Skënderi është i martuar me një vajzë shqiptare me të cilën ka një djalë, Rafaelin. Aktualisht Skënderi jeton dhe punon me familjen e tij në Bruksel. Edhe pse Skënderi ka punuar si gazetar dhe profesor, në thelb është artist autentik, i lindur dhe në esencë poet. Me një kulturë apo trashëgimi të dyfisht, ai është zotrues i Gegrishtës me dialektin e Shqipës së Veriut. Skënderi u rrit dhe u edukua nga familja me frymën shpirtërore, kombëtare, me dashurinë absolute ndaj dheut dhe origjinës së tij. Originaliteti në krijimtarinë e Sherifit qëndron edhe në faktin që çdo gjë vjen përmes intuitës e jo si diçka krejt e paramenduar. Në rrugtimin e tij nëpër mjediset e Parisit dhe bregut të Azurit francez, Sherifi është njohur ballafaqur me artistë krijuesve të famshëm të shekullit 20. Skënder Sherifi vjen për herë parë në Shqipëri pas vitit 1919 dhe zbulon Shqipërinë mitike, të cilën ja kishin ushqyer në shpirt prindrit e tij. Gjatë viteve më vonë, vlerën e veprës së Sherifit do ta rikonfirmojnë përmes shkrimeve, prezantimeve publike edhe parathënieve të tyre shumë personalitete shqiptare. Pra, Skënder Sherifi është 100% frankofon, por edhe 100% shqiptarofon dhe në realitet të dy anët nuk vinë në kundërshtim, por e ushqen njëra tjetrën në një harmoni të thellë brenda tij. Duhet ditur që rrugtimi aq i pasur dhe atipik i këtij autori mes Brukselit, Parisit, Prishtinës dhe Tiranës e ka një logjik të brendshme. Mund të dallohet shumë qartë brumi ose sensi shqiptar i këtij itinerari tepër special. Pas asaj në vitet e fundit autori ka sjellë për lexuesit edhe disa vepra të shkruar në gjuhën shqipe, të botuara dhe të promovuara në Tiranë. Ai vazhdon të jetojë në Belgjik. Disa nga veprat e tij: Oksigjeni, Ora meteorëve, Pasion, Ateljet e ëndrave, Trio e përjetshme, Odiseja e dashurisë, Festivali i pasioneve dhe duke pritur rilindjen e re kombëtare e të tjera. Kjo është ajo sa i përket biografisë, ne edhe njëri të falenderojmë Skënderin që është pjesë e këtij manifestimi. Mir ditë së pari e falenderoj klubin si më ka ftuar Jehona Karadakut, edhe falenderoj natyrisht mikun tim Zejnullah Beliun, që na ka qenë iniciativë këtij takimi, piknisja. Nuk do të më harroj piknisit, më ka pa thënë nana ime, më i men piknisit. Atëre, unë e kom jetën si e kom pas, ja u shpjegu në oratorët para meje, po i boj 70 vjetë në për Europë, Paris e Bruxelles. E kom një mision me lanë një vepër këtu, në emnin e Ibrahim Rugov, se mastaj në emnin tim, edhe më mundohen me sjellë poezinë shqiptare në shekullin 21, nëse është e mundën. Jemi në 2026, kanë kaluar shumë rryma, shkolla, provoja, në Amerikë, në Europë, edhe mirë është si edhe poezia shqiptare ti
do me thonë, ti asimilon këto rryma, ti përjeton nga mrena, ti kupton jo vetëm teorikisht si diçka abstrakte, po ti pertyp edhe ti aplikon në shprehjen e saj, se sot i kemi besoj rreth 60% si kanë 30 vjet e poshtë, nëse nuk gaboj, statistikisht, si Shqipëria, si Kosova, 60% janë gjenerata të reja. Këto gjenerata natyrisht dëgjojnë muzika tjera, shikojnë filma tjerë, janë në tjera sfera, evoluojnë përmes internetit, rrjetave sociale, edhe poezia, si filmi, si arte tjera, duhet me ju adaptu pak kohave postmoderne të sodit, për ndryshe e kemi një fraktur, një divors mes nesh dhe gjeneratave të reja, të cilave nuk kemi shka një transmitu, edhe na nuk jemi këtu për me folë me vetë vetën, apo me amaru i qefin njën një tjetrit, po jemi këtu me transmitu dishka gjeneratave si vinë pas nesh, edhe ato si vinë pas nesh. Ajo është digniteti i artit edhe digniteti i kulturës, transmetimi, një fjalë. Amanetin e kom lanë këtu në Shqipëri, janë këto vepra, janë 15 vepra. Gelet si mision i bashkëpunëtarëve të mi me lexuar, me analizuar, me shijuar, nëse është e mundën. Tani nëse dikush ka një pyetje, jam gati me dialoguar me ju, nëse s'keni ndonjë pyetje, me u thonë ditën e mirë, kalofshi mirë. Më pas u zhvilluan diskutime mes autorit dhe mysafirëve prezent në këtë takim.